Mirë se po takohemi të dashur me të emisionit Familja Jon. Faleminderit shumë që çdo të diel jeni bashkë me emisionin Familja Jon, bashkë me televizionin Kanal 10. Të dielën emisionin Familja Jon e nisi me lagjen vargu i Blercën nga Pozhegu Brothers. Se si duket një model i shtëpive nga brenda dhe sa hapësirë kanë na tregon përfaqësuesja e Pozhegu Brothers. Në pjesën e dytë të emisionit, flasim për rëndësinë e 10 ditëve të fundit të Ramazanit dhe veçantitë e natës së Kadrit me Hoxh Mustaf Ahmetin. Në këtë natë, do thot, nuk shkruhet asgjë tjetër përveç se paqes, të mirës, lumturisë. Këto janë shenja të natës së Kadrit, disa prej tyre. Në blokun e tretë, flasim për rastet emergjente me doktoresh Vjolca Haklaj, specialiste e mjekësisë emergjente. Të dhimbje gjoksit, që kemi të bëjmë me infarkt, gjërësitje tepër, dhimbje epigastrike, lodhje të skajshme. Më thonë, kjo nuk banë mu neglizhu, po duhet mu lajmëru të mjeku. Tek bloku i kuzhinës, do të gatuajmë një ëmbëlsirë me hurme, gjalp, kikiriku dhe çokoladë. Ora për shkak këtë rast ka omega 3, e yndyrna të shëndetshme, krahasim me kikirikun, ka ma pak kalori, se kikiriku ka ma shumë kalori. Për këto dhe shumë materiale të tjera, takohemi të dielën në orën 16 në Kanal 10. Ky emision mundësohet nga Pozhegu Brothers, Klinika Gjermane e Syrit, Pinea Medical Center, Poliklinika Da Vinci, Royal Imaging Center,